Torë klienta shpesh edhe më kanë bon si shok edhe më besujnë. Dhe ma shumë me që të zanon të në gjanë vetin edhe me shtonë kam dëshirë me punon. Kam pas shumë qef, të i kam bon babë mas ma prish dëshirën që e kam. Vogël e mu dhe më këtë shak dhe të vazhdo shkollën e nina, thjesht edhe së një kufizaj, po du që ta, okej, rre me muhe, shka të më një manë, shka së më një muhe, i këmë thonë të rre, po është shumë i angazhum. Drejt nga shkolla i kapet punës. Ky është 14 vjeçari Benet Kryeziu nga Malisheva, që nuk e ndohet babait e tij duke i ndihmuar në punën si automekanik. Se nga erdhi ideja dhe motivimi për të punuar si automekanik, do të flasim me të në vazhdim. Qëshje? Përshëndetje. Benet, apo na kallëzon që soja ke nis me punu si automekanik me ndihmu babit? Që 5-6 vite vijnë këtu, marrë vesh, po prej si janë po i vogël, kom pas qef me ndihmu babit. Dhe më pëlqen këtë profesion. Benet, apo na kallëzon çfarë ke ndreq më shumë ose cilat pjesë të pëlqen me ndreq ose çka ndreq ti kryesisht? Unë më shumë pëlqen BMW-a, bajnë servisim të kerrit, i kontrolloj kerrit me diagnozë, frenë që me shumë gjëra tjera. Më pëlqen ky profesion shumë. A të pengon ky profesion pak me të lënë ashtu anash prej shkollës, a çush ja bën për çit pjesë? Po, pak i kam ma shumë lodhje, po apet nuk dërzona. Kur të vjen një kerr për me kontrollu, çka këqyr mas pari ose çush e gjon çat problemin, derisa të shkon çatu atë vjen zor. Vetë ma ka dhënë dritën e motorit, unë e marr diagnozën dhe e kontrolloj me diagnozë, si për shembull ky kerri, e marr diagnozën edhe e shtin në diagnozë. Apo na kallëzon pak në praktik çush është kjo? Po. E marrim diagnozën edhe hopum dirën. E ko venin gjekin këtu, që duhet me shtin kerrin në kontakt. A din edhe me vozita? Po, jam so. Kerri ko dritën e motorit dhez, duhet me lexu dhe me qyrë shako defekt. Çka u kondi diçka e para që e ke mësu kur ja ardh me ndihmu këtu babit? Më kanë ndihmu mas po me diagnozë dhe kjo gjëra ma mira në diagnoza. Për me e ditë çka ka problem. Benet, po mdo këtë që tash diagnoza, ti qitis disa errora. Po. Apo na kallëzën cilat janë? Cilindri 2, cilindri 3 dhe e ger valve, senzori e gerit, ka defekt ky makinë. Hopi parë duhet me lexu cilat janë gabimet dhe me fshi, ata që ti len gabim, ata janë defekt. Po. Ta gabimet i ka fshin vesh e ger valve e ka lënë gabim. Tash e përvojna a ka shty dritën e motorit. Si që po shihet, drita motorit është fikur. Taj duhet me qelë motorin, a u ven edhe me qilët janë nëzëjmë sa e geri defekt. Që kjo e gjerë valve, që to ka jo defekt diagnoza. A i ke pas vështirë diri sa i ke mësu pjesë të kerrit? Pak, po, ama me ndimin e bobit, më ka një mu shumë, ndima bobit shumë. Duhet me folë me klient, si për shumë nuk i pëlqen qmimi, ose ko punë qera, i kaldojnë për qmimin, në thetë po, këto tani duhet me anisë. Po e kime edhe këtë X-Trading këna me në rufrejt, duhet me hek cilindrin e po dhe me hek frejt. Se po i marrëm dozat, e qojmë për prejet edhe ja hekëm gumen. E marrëm rakuen. E marrëm shazigjerin, e hopëm cilindrin. E marrëm shtoqin me gidore. Tu aletet i kam mësu bukur mirë, letë shumë. Për aletet nuk e kam qatë shumë zërë. A ka ndodhur ndonjëherë që të ka thonë babi Benet je i vogël mos u merr me këtë punë, leje kryer shkollën? Po, unë kam pas shumë qef, tu i kam thonë babë mas ma prish dëshirën që e kam. Unë kam qef shumë, pëlqen ky profesion, ka thonë okej, veç qatë moment që s'mun me e din vjetën që s'mun, ka thonë
mundesh me ndalu. E shokët që i ki në shkolla e din që punon ti këtë zanatës se çfarë komente merr prej tënve? Po, e din të gjithë shokët dhe më japin komente shumë mira, thojnë bravo, që shtot, do të punon, do minimu bobit. E kur të rritesh Benet, a menon me vazhdu apet me qëtë zanata, ki me studiu diçka tjetër? Deri që ta menoj me qitë zanon, me qitës nuk e gjaj vetë, ma shumë me qitë zanon, të në e gjaj vetën edhe me shton kam dëshime punon. Që djalja ma shumë se te pas ka morë zanatin. Është ma e angazhun kë. Po. E ka me të leme këtë punë, e dënë shumë. Po. Ti si prind qyshni është që Beneti është ka që i avansum këtë punë? Shumë mirë, shumë i knoqen. Shumë i knoqen jam me to, se është i angazhun shumë edhe e dënë punën me vullnet shumë. Beneti të regoj që ti shpeshar i ke thonë që edhe mos me punu. Po, se i vogël e mu dhe më këtë shak dhe të vazhdo shkollën e anina, po mas shumë ti e ka këtë profesion e dënë. Thjesht edhe sonja ku vizaj, po du që ta, okej, rre me muë, shka të më një manë, shka së më një muë, i kom thonë të rre, mrana i kry, po është shumë i angazhum. Ta i do me porosit edhe me orë pjesë, mja mund të. Sa ko merë deri sa të ndrejshet kanë? Një orë gjysë, po në vërë disa në varnojnë pjesë. Benet, kur të vinë klientat, a kanë problem kur të shojnë që je ma i vogël edhe nuk ta besojnë punën nëse që sheki raportin me klienta? Ja, po shpesher, po ta shi të orë në klienta shpesh, edhe më kanë bon si shok, edhe më besojnë. Ma herë nuk më besojnë, se theshin ja je i vogël, ma prish, po ta shi prej si që një 5 vjetë që jam këtu, ta shi më besojnë. Cili është mesazhi për krejt shokët që i ki ti, sa i përket këti zanati? Ju sugjeroj këtë mashëtorëve të mirë që le ta vazhdojnë në ndrë masalojnë, në ndrë në gjysë, edhe le të punojnë, pse mas me punojnë kur ki mundësi me punojnë.